zgju falje detyrimeve tatimore që shkon në 1 miliard euro, por me gjitha ato doganore dhe detyrimeve të tjera të prapambetura, shkon në plot 2,1 miliard euro. Pra është një shifër jashtëzakonisht e madhe. Së pari dua të di si lindi kjo nisëm për të falur detyrimet e prapambetura bizneseve shqiptare, rreth 200.000 bizneseve që përfitojnë. Kush e hodhi i pari si ide këtë nisim amnistie? Në fakt vetëm ka ndryshuar emri i faljes, sepse këte falje kryeministri deshi për ta bërë dhe pra 3-4 vitesh, po ishin institucionet evropiane të cilët e parandaluan, po themi miratimin e saj dhe nuk u sodhe në parlament, që kam qenë dhe pjesë e legjislacionit kaluar. Dhe çfarë do thotë, thjesht ka ndryshuar atë emërtesën me atë paqen fiskale, duke i dhënë mundësinë, po themi subjekteve, për të ndryshuar dhënat e tyre. Pra, nëse e shohim në thellësi, është thjesht ajo çfarë pak vite më parë donte ta realizonte dhe nuk u lejuan nga Bashkimi Evropian. Po tani kësaj here si ka mundësi që Bashkimi Evropian nuk u bë barierë për një vend që ka hapur grup kapituj për miratimin e kësaj nisme, duke qenë se dhe e kundërshtoi, si ka mundësi që u anashkaluar do të themi që ka patur mjaft zëra nga Bashkimi Evropian, të cilët e kanë kundërshtuar këtë pjesë, përjashtuar mjaft eksponent, po prap, po themi të Bashkimit Evropian, të cilët edhe kur vinë këtu, edhe quhen si një histori suksesi. Bie fjala, ndryshe ishte raporti i OSBE-u drejt në lidhje me zgjedhjet, dhe ndërkohë, kur erdhi Mandakos në Tiranë, i konsideroi si zgjedhjet më të mira. Pra, ajo çfarë do të them, është që kjo është një pastrim i pastër i parave. Ajo çfarë është më themelorja, që është e shkruar dhe në ligj dhe në pushtetut, që të gjithë subjektet duhet të jenë online, që duhet të ketë drejt gjithë secili për t'i parë se kush është debitor dhe kush s'është debitor, se kush duhet përfitojë dhe kush duhet përfitojë. Ato janë sot enigmë dhe në shkeljet të ligjit dhe të funksionimit të saj. Pra, është e mirë menduar nga ky kryeministër për të shpallur, po themi, atë amnistin, ose sjelljen e lekëve të pista. Nuk besoj që ka nevojë për të patur një paqe fiskale për një pjesë të konsiderueshme të subjekteve që janë në Shqipëri, por i jep mundësinë, po themi, të tretëve që vinë nga jashtë Shqipërisë për të ardhur. Ju besoj që jeni dëshmitar, paktën ka më shumë se sa 5 vite, që askush, as në portin e Durrësit, as në para aeroportit, nuk shohim ndokënd që të kapet se ka sillur para të padeklaruara. Ose nuk kemi parë ndonjëherë, qoftë edhe një rast vetëm, që të kapen qoftë edhe 1 kilogram hashash që shkon jashtë. Pra ka një politik të mirëfillt të kësaj qeverie dhe që e ka mbyllur gjithë zinxhirin e pastrimit të parave dhe të jeni sigurt që ato grupet e trafikut drogës që përdoret edhe Maduro pak ditë më përpara, apo vendet e tjera të Amerikës Latine, parat e tyre do të vinë dhe të qarkullojnë në Shqipëri. Por, paralelisht me këtë edhe njëherë, ai ka përdorur dhe faljen e detyrimeve të prapambeturave, të cilët është absolutisht e pa precedent. Një biznesmen që punon dhe paguan taksat, madje jo vetëm paguan tatim fitimin 15% apo 23% ku kemi të bëjmë me bizneset e mëdhaja, po ndërkohë paguan edhe qytetarët e thjesht, po ndërkohë për punën e dytë për mundin e shumë fisht që bëjmë paguaj 23%. Pra, ose më saktë po morim një rrogtar publik apo dhe privat dhe një nga zinxhiri i trafikut drogës, mjafton vetëm një moment që të kalojë në doganat shqiptare dhe të rroft puna e një personi që mund të jetë aset jashtëzakonshëm në një fushë caktuar dhe mund të konkurohet. Pra, është bërë në mënyrë të qëllimshme dhe nuk ka nevojë për të bërë shumë komente, mjafton po të shohësh lulëzimin e ndërtimin në Shqipëri. Sot, si në asnjë vend tjetër të botës, nuk konkurrojmë as me bujqësinë, nuk konkurrojmë as me industrinë, nuk konkurrojmë as me në një sektor tjetër prodhues, por konkurrojmë
tek ndërtimi, madje edhe turizmi që e konsideronim parsor dhe turizmi nuk është dore dytë. Pra çfarë do thotë që sot pastrohen parat e drogës për shkak të marrëdhënies së ngushtë që ka qeveria me këto grupe të errta që funksionojnë në të gjithë botën.